Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë pra krijimi të një koalicioni ndërkombëtar për të shoqëruar anijet që kalojnë përmes ngushticës së Hormuzit. Sipas raportimeve nga burime mediatike, ndërsa Irani paralajmëron se nuk ka ndërmend të dorëzohet. Sipas burimeve, administrata e presidentit Trump ka planifikuar që të shpallë pjesëmarrjen e disa shteteve në koalicion, pa cituar emrat e burimeve. Diskutimet për misionin vijojnë dhe vendimi për fillimin e tij mund të ndryshojë varësisht nga situata e sigurisë dhe zhvillimet në terren. Sipas raportimeve, presidenti Trump ka ndërmend të njoftojë koalicionin javën e ardhshme dhe se është duke shqyrtuar mundësinë e kapjes së ishullit strategjik të Hargut, i cili u bombardua nga forcat amerikane më 13 mars në rast se trafiku në ngushticën mbetet i bllokuar. Në një postim, Trump tha se shtetet që importojnë naftë përmes ngushticës së Hormuzit duhet të kujdesen për sigurinë e zonës dhe ne do të ofrojmë mbështetje të madhe. Po ashtu, Kryeministri britanik Keir Starmer ka diskutuar me Trump rëndësinë e hapjes së ngushticës për të mos penguar furnizimet globale. Burimet mediatike bëjnë të ditur se kompanitë amerikane të naftës kanë paralajmëruar administratën për rritjen e mundshme të krizës energjetike për shkak të tensioneve me Iranin. Zyrtarët amerikanë dhe udhëheqësit e kompanive më të mëdha të naftës kanë rënë dakord se pengesat në ngushticë do të rrisin tensionet në treshjet globale të energjisë. Nëse misioni i shoqërimit të anijeve do të bëjë gjatë vijimit të armiqësive, kjo mund të hapë një fazë të re dhe të rrezikshme në përballjen ushtarake mes Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit. Ndërkohë, nga ana tjetër, Iraku është duke përjetuar pasojat e konflikteve rajonale. Më 15 mars, 5 persona u plagosën në një sulm me raket në kompleksin e aeroportit të Bagdatit, ku ndodhet një objekt diplomatik amerikan dhe baza ushtarake. Qeveria irakiane ka mbyllur hapësirën ajrore për shkak të tensioneve. Milicit e lidhura me Iranin kanë kryer sulme të përditshme me raketa dhe dron ndaj bazave amerikane. Zëdhënësi i ushtrisë izraelite, Efi Defrin, tha se Izraeli ka ende mira shënjestra brenda Iranit dhe po identifikon objektiva të reja çdo ditë. Ushtria izraelite vijon sulme ndaj qendrave të dyshuara të Hezbollahut në Liban, organizatë që konsiderohet terroriste nga SBA-ja dhe aleatët.